Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 20 gusht 2026. Por kjo ditë çfarë na ofron më tepër se ditët e tjera? Data 20 është një ditë shumë e rëndësishme, sepse më së pari është ditë e njëjte. Dita e njëjte ka gjykime, ka ndryshime, ka vendime. Dita e njëjte e datës 20 gusht mbyllet këtë fazë të dytë të agjendës me një atmosferë që ende mban energjinë e eklipsit diellor në Luan dhe ndryshimi i madh i lidhjes veriore në ujor. Jemi në një periudhë ku fati riorganizon boshtin mes identitetit personal dhe marrëdhënieve mes dritës individuale dhe komunitetit, mes zemrës dhe së ardhmes. Sot nuk kemi një hyrje të madhe planetare, por kemi një ndikim shumë të madh që duhet të kuptojmë çfarë duam, çfarë kërkojmë, ku do të shkojmë dhe si do të realizojmë gjërat. Lidhja veriore ujore sapo ka hapur një kapitull të ri karmik. Më të ndikuar janë shenjat siç është Luani, Ujori, Demi, Akrepi të 10 diçit parë, ku ka një mundësi dhe një periudhë mjaft ndikuese mbi atë çka është dhe mbi atë çka kërkohet të realizohet. Megjithatë, edhe pse kjo periudhë është një nga periudhat më të ndërlikuara disi për arsye të punës, për arsye të gjërave që diktojnë dhe ndikojnë, por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë se lidhet me ndikimin e bukurisë e eklipseve që lanë pas, por na ka dhënë energjinë që neve të përdorim për të mirë. Dhe është një mundësi shumë e mirë e artë mbi atë që ndodh, mbi atë që realizohet dhe pikërisht në këtë ditë e njëjte është mjaft e mirë dhe tepër pozitive për punën, për karrierën dhe jo vetëm. Në çështjet që lidhen me ndryshimin e madh, është momenti juaj, por nuk ka vend për të shqetësuar sepse nuk duket se ka probleme apo diçka të mbartur nga e kaluara. Para se të fillojmë me parashimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju them dhe një herë që juve që interesoni për parashkime të detajuara personale, individuale, kemi astrologu.al, kemi faqen roz atje. Duke parë dhe nëse juve zgjidhni një nga paketet ose nuk e gjeni veten atje, doni të flasim bashkë se si funksionon shërbimi, atë dërgoni një email tek sekretaria dhe jeni gati pastaj për të dërguar emailin tuaj dhe flasim nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që do thotë shenja e dashit. Për ju të kësaj shenje duket se kjo periudhë është një nga periudhat ku ndikojnë, diktojnë, rrezatojnë mënyra, mundësia, koha, vazhdimësia, e keni mundësinë dhe periudhën e duhur për nisma të reja dhe vendime që do të merrni. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën e biznesit dhe të karrierës, është një moment shumë pozitiv, është një moment ku tani në këtë periudhë e keni mundësi dhe është mundësia më e artë dhe më pozitive e që ndonjëherë mbi stabilizimin, mbi konkretizimin, mbi ndryshimet, vendimet që merren tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash dhe me virgjëresh është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për ju të kësaj shenje, sado që të tretët të flasin ndaj jush, por ju e shikoni drejtimin tuaj, ju e shikoni mundësinë, ju e shikoni karrierën tuaj dhe nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar, sepse duke pasur parasysh ndikime që kanë bëjnë në lidhje me anën ekonomike, punën dhe karrierën, sepse me karrierën bëhet fjalë, është një moment mjaft i mirë dhe shumë surprizues në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujor të 10 diçit parë, me akrep të 10 diçit tetë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për binjakët duket se tani e tutje gjërat janë më ndryshe dhe më pozitive, sepse lidhet dhe me një çështje ekonomike financiare tani e tutje, ku keni mundësinë, kohën dhe vazhdimsinë në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë bëjnë me dash të 10 diçit parë, me ujor të 10 diçit tetë është perfektja dhe i mundësi mjaft e mirë stabilizuese, konkretizuese për gjërat që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë bëjnë me dem dhe me akrep është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Me gaforet jeni mbeteni shenja më me ndikim, shenja më me pozitivitet, shenja më e rëndësishme e ditës për kohën, për momentin, për reflektimin dhe rregullimin, rrezatimin dhe mundësinë. Janë disa gjëra që lidhen me punën tuaj dhe me karrierën, sepse gjithmonë gaforia do të eci përpara me të drejtën e vet. Dhe nuk do të duket, por do të arrijë.
në çështjet që ka të bëjnë me punën dhe karrierën në anën e tyre. Në anën shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe me peshk është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për luanët, tani tutje, gjërat janë shumë herë më pozitive, janë shumë herë më të rëndësishme, sepse ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me ndryshimin e madh të karrierës së punës, të vendimeve, veprimeve, mundësive të artë që vinë, dhe një moment është shumë pozitiv tani tutje, ku koha tregon që është puna, është karriera, është ndryshimi dhe marrja e vendimit të rëndësishëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me bricjap dhe me peshore është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshën, meqenëse virgjëresha tani tutje kanë mundësinë, kanë kohën, kanë diturinë, kanë rregullin e lojës për punën, për karrierën, kurse në çështjet e tjera që kanë bëjnë është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Dhe është ajo gjithmonë një hap para se çfarë ndodh, mundësi që juve keni dhe momentin e duhur në ekonomi, në gjëra që do të ndikojnë dhe procesi i punës juve keni është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive për stabilizimin ekonomik. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me bricjap të editit parë, me dashur të editit është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Me peshoret janë shenja që ndikohen, shenja që rregullojnë, startojnë tani tutje, dhe unë do të thosha peshoreve se kanë shanse më të mirë për stabilizimin ekonomiko-financiar, kanë shanse më të mirë për marrjen e një vendimi shumë të rëndësishëm në lidhje me punën, në lidhje me studimet që merren, në lidhje me një çështje karriere, me një çështje zhvillimi dhe ndryshimi të madh që keni në punën tuaj dhe në anën e pozicionimit të planeteve. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të editit parë, me ujor të editit, me ujor sidomos është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në anën tuaj. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjak të editit parë, me peshk të editit të tretë është perfektja, po me dash dhe pse keni përballë, po shikojini pak detajet me dashjen e një zën disa ditë përpara ju, por ato janë grindje dashurie, domethënë nuk janë grindje problematike, ta dini edhe si mundësi, si kohë dhe përcaktimi që bëhet. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshore dhe me dëm është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepëve. Akrepi duket se synon larg dhe mirë bën, sepse ngadonjëherë synon për të ardhmen, ngadonjëherë synon për jetën dhe vazhdimsinë. Janë shumë korrekt për të qenë në këtë kohë, kanë dhe mundësi shumë mirë sepse puna është ajo që i bën të ndihen superior, gjërat janë më pozitive për karrierën e tyre, por megjithatë është një mundësi shumë e mirë tani për zgjidhur një problem të pazgjidhur dikur, kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me gafore dhe me dash është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët duket se tani për tani, sado që juve keni mundësinë dhe kohën e duhur, do nisni disa gjëra të reja tani, jeni në planet më afatgjatë që ndonjëherë, kuptimi, rrezatimi, korrektësia që bën për juve dhe një moment mjaft i artë për të parë se çfarë bëni në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm të editit parë, me ujor të editit që është perfektja, por një kuptim i jetës dhe i ndryshimit të madh është me ndikimin më të mirë për shigjetar virgjëresh ose shigjetar gafore. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricjapëve. Meqenëse bricjapët duket se tani në këtë periudhë, për bricjapët janë shumë ndikues, janë shumë rrezatues për gjërat që do të bëjnë. Dhe është një periudhë tani, është një periudhë nga më ndikimi më i madh që ka bënë bricjapët, lidhet shumë me familjen, lidhen shumë me ndryshimin. Me ndryshimin do thosha unë sepse tani për tani, sado që gjërat janë në favorin tuaj, jo disfavor, por në favor, është një mundësi shumë e mirë tani mbi takimin dhe mbi bisedimet që bëhen tani tutje, por nëse keni mundësinë, nëse keni disa gjëra që mund të ndikojnë në anën tuaj dhe pozicionimi i planeteve, është në anën më të mirë të mundshëm në takime, bisedime, ndryshime shumë të mëdha që vinë, sepse bricjapi dhe editit parë ka pasur një problem ligjor, e ka lënë pezull, nuk e ka zgjidhur akoma. Vjen një moment tani që do ta zgjidhim me kalimin e kohës, por është një mundësi që ndryshe e gjykon, ndryshe vendos. Ka dhe editit treti gjatë tillë. Prandaj ta shikoni pak më në detaje, do ishte më mirë për juve, por mos mund nxitoni në vendimet që mund të merrni, sepse
nuk është dhe shumë në të mirën tuaj kjo, por është diçka që vërtet tani për tani disa gjëra juve keni, është momenti më mirë i mundshëm tani për juve, dhe koha që tregon është periudha dhe ndryshimi më i madh që ka tani tutje. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Dashuria e munguar do thot me gafore, do thot me virgjëresh, do thot dhe me binjak të 10 diçit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e ujorëve. Çfarë ndodh me ujorët dhe ku ujorët arrijnë të përfitojnë ose të ndryshojnë disa gjëra në jetën e tyre, në përditshmërinë e tyre. Ka diçka shumë të madhe tani tutje. Ajo që duket në plan parë është mënyra dhe mundësia se si bëhen gjërat, por në një farë mënyre një periudhë mjaft e rregullt për ekonominë ose e rregullt për gjërat që vijnë, është mundësia shumë e mirë tani. Por meqense keni pasur disa probleme nga e kaluara, kjo ditë e njëjtë i sheshon disa gjëra që janë nga më të vështirat, mund thosha unë, por janë më të mirat sepse do lidhen me anën ekonomike, do lidhen dhe me gjëra të tjera që do të diktojnë, do të ndikojnë në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj dhe në mundësitë të arta që keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmt të diçit parë, me ujorë të diçit të tretë është perfektja, me ujorë të diçit të tretë dhe ujorë me ujorë të diçit parë e keni mundësinë juve, sepse ndikimet janë shumë favorite dhe mundësitë të arta. Por pak vëmendje do të bëni për disa dokumenta që keni lënë pas dore, por gjithsesi janë ndikimi dhe favorizimi tani tutje. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja tjetër tani që do thotë shenja e peshqeve. Për sa i përket shenjës së peshqeve, duket se peshqit sido që të vinë, ngado që ta kapësh, peshqit janë mjaft të ndikuar në lidhje me ekonominë, në lidhje me stabilizimin, në lidhje me çështjet konkrete që ata kanë, edhe pse një problem i vogël që kanë pasur para disa kohëve, duket se tani e zgjidhin pikërisht në ditën e sotme. Është një ditë që vërtet ka mundësinë e vet, ka rëndësinë e vet për disa gjëra, por juve mos u shqetësoni sepse diçka nuk u realizua për një arsye, nuk jeni ju fajtori, por ndikimi që keni pasur para disa kohëve juve ka ndodhur disa keq kuptime ose keq interpretime për gjërat në lidhje me punën, në lidhje me ato çka juve keni, por megjithatë tani për tani gjërat janë pozitive dhe është momenti, mundësia më e mirë e mundshme që ndonjëherë mbi ndryshimet që ju keni dhe mundësitë të arta që keni tani tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt, sepse duket se gjërat janë mjaft ideale dhe zhvillime të reja që do të keni tani tutje, është koha juaj, është momenti më i mirë i qenë ndonjëherë në këtë aspekt. Do ta shikoni, do më kujtoni, sepse disa gjëra janë shumë pozitive dhe tepër ideale për juve. Por diçi i tretë në lidhje me punën, edhe pse ka pasur një debat shumë të madh nga e kaluara, por ka ditë ta rregulloj, ka ditë ti sistemoj gjëra dhe kjo është një mundësi shumë e mirë për punën dhe për karrierën. Dhe ndryshimi më i mirë është tani, nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar, sepse kjo periudhë është një nga periudhat më të mira, më pozitive të qenë ndonjëherë. Por stabilizimi dhe çështjet konkrete që kanë të bëjnë me anën ekonomike financiare, ka të bëjnë me një ndryshim pune do të jetë ky, por nuk ka vend për një arsye pse nuk është realizuar, sepse ka pas disa keqkuptime. Këto janë kalimtare, nuk janë se ngelin aty dhe hajde se çfarë po themi, por ka mundësi shumë të mirë për stabilizim dhe gjërat konkrete që vijnë drejt jush. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresht të diçit parë, me shigjetarët të diçit të tretë, me gaforët të diçit parë, është mundësia dhe koha më e mirë e qenë ndonjëherë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 20 gusht 2026. Por nëse juve jeni dhe dëshironi parashikime të detajuara, kemi faqen e rozë, astrologu.al. Atje mund të shikoni gjithçka juve dëshironi. Duke shfletuar astrologu.al, duke lexuar dhe duke parë dhe doni një parashikim të detajuar, atëherë gjithçka e keni aty dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Por duke të dërguar emailin më përpara, që neve t'ju shpjegojmë se si funksionon shërbimi. Nga unë, Jorgo Pulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.